Puna të zezu përhapte më shumë vitin e shkuar pas kontrolleve në gati 10.000 biznese dhe institucione vitin e kaluar. Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore gjeti 2.600 të punësuar të padeklaruar. Në raport me vitin 2023, informaliteti në tregun e punës rezulton të jetë zgjeruar me 32.3%, ndërsa në krahasim me vitin 2022 me 46%. Kriza veçanërisht e 2 viteve të fundit duket se ka kthyer vëmendjen e të gjithëve tek fuqia punëtore, por jo te paga e tyre. Gati 200.000 të punësuar apo 18.2% e totalit rezulton të marrë një pagë minimale bruto në masën 40.000 lekë. Në raport me vitin 2023, numri të punësuarve me pagë minimale ka rënë lehtë. Tregtia ku përfshihet dhe sektori bareve, restoranteve, hoteleve apo shërbimeve të tjera ka patur numrin më të madh të punonjësve informal. Lista ndiqet nga ndërtimi dhe industria prodhuese ku përfshihet dhe fasoneria. Të dhënat nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore tregojnë se nga kontrollet e ushtruara vitin e shkuar u gjetën edhe 93 të huaj pa leje pune nga 27 gjatë vitit 2023.